Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte do të jetë i ftuar joni preferuar Aulon Sula. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, Lir. Aulon, tash patjetër që të diskutojmë se dje bota ndeti për 24 orë nangth se çdo të ndodhte. Pas deklaratës së presidentit Donald Trump se sonte do të shuhet një civilizim. Deklaratë shumë e rëndë që nuk është në historinë politike dhe në kulturën politike të presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vetë Amerikës, sepse Amerika si shtet është ngritur mbi bazën e vlerave të demokracisë dhe të lirive të drejtave të njerëzit. Pra padyshim që të gjithë e dimë që regjimi i Iranit është një regjim kriminal për popullin e vet, padyshim ka lidhje me Hezbollah, me Hutët e me milicin irakiane, por në anën tjetër nuk historia ka treguar që nuk zgjidhet kështu, sepse siç e dimë dhe për vendin ton, demokracia nuk u importoka. Duhet një kulturë e gjatë, është një proces. Dhe e dim si përfundoi Afganistani, Iraku, kjo Vietnami, kujt e diu me radhë. Megjithatë, dje bota nisi nakt duke njohur dhe natyrën e presidentit Trump, që është deklarativ. Megjithatë, unë edhe thash, edhe shkruajta që nuk do ta bëj, se nuk mundet ta bëj. Por çka ndodh? Kjo humb seriozitetin dhe kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një fuqi, si një superfuqi botërore dhe si një superfuqi demokratike. Pra po t'i marrim me radhë deklaratat e tij që nga 3 mars thotë ne fituam, 7 mars ne mundëm Iranin, 9 mars duhet sulmojmë Iranin, 9 mars lufta po përfundon, po thuhet se plotësisht dhe në mënyrë shumë të bukur. 11 mars nuk të pëlqen të thua shumë herë që ke fituar, ne fituam që në orën e parë, mbaroi. 12 mars, ne fituam, por ende nuk kemi fituar plotësisht. 13 mars, ne fituam luftën. 14 mars, ju lutem na ndihmoni. 15 mars, nëse nuk na ndihmoni, do të mbajmë mend me siguri. Në fakt, nuk kemi nevojë fare për ndihmë, thot një ditë më mbas. 16 mars, thjesht po testoja për të parë kush po më dëgjon. 16 mars, nëse NATO nuk ndihmon do të pësojnë diçka shumë të keqe. 17 mars, as nuk kemi nevojë dhe as nuk duam ndihmën e NATO-s. Nëse s'po vazhdoj se është një muaj e ca dhe në fund thot ose hapni dreqin e ngushticës, ju të çmendur se për ndryshe do të jetoni në ferr. Pritni shikoni lavdi Allahut. Tash ky edhe Barambega me i thonë këtë duhet me e qitë për zyre. Jo më presidenti superfuqisë më të madhe botërore. Bajrami nuk i thotë këto, nuk i thotë. Bajrami nuk i thotë se Bajrami nuk fol fare. Nuk fol fare. Situata është e rëndë, është tragjike, katastrofike dhe as pak serioze. Ti e di kjo më pëlqeu tragjike, katastrofike dhe as pak serioze. Kjo është më e rënda se s'e kanë marrë seriozisht. Kjo është sepse nuk është e imja, kjo është në luftën e parë botërore, kur në kampin austriak, kur po fitonin aleatët dhe austriakët dhe gjermanët po mundeshin, pra boshti po mundej dhe raportimet nga fronti austriak ishin gjendja është katastrofike pas pak serioze. Pra austriakët mirë që po mundeshin, por shturja ishte jo serioze. Pra po dezertonin, po shtureshin si ushtri, kurse raportimet nga kampi gjerman ishin gjendja është katastrofike, por serioze. Pra dhe në humbje ata po ktheheshin, po mundeshin seriozisht, po triqeshin seriozisht. Kurse kjo është katastrofë, tragedi, pas pak serioze, është qesharake. Këtu kemi ardhë, por të paktën, sot, ose që dje në orën 1 natës me orën tonë dhe 8 me orën e bregut lindor. 2 me tonën, 8 atyre. 1 mëngjesit me tonën që u dha lajm një orë para që Trump doli dhe tha që do e shtym. Të paktën ky është një lajm i mirë. Ky çliroi ankthin dhe tensionin, ky uli çmimin e naftës. Me njerë dhe çliroi tregjet, po edhe gjithë mbar njerëzimin. Pra në gjithë këtë
katastrofë botërore në gjithë të rënje vlerash që ju thatë, gjithë të jo seriozitet, të paktën kemi 2 javë armëpushim dhe nuk ndodhi ajo që të gjithë thoshin dje duke e divulguar, por kishin drejt nga deklarata e pa precedent e tij dhe nga deklarata fyese shumë e rëndë për shkatrimin, kthimin në epokën e gurit të një civilizimi të një populli të tërë, pritej në kuptimin divulguar, po them egzageruar për ta kuptuar bomba atomike. Po pra, ajo ishte me çfarë do me dhe akoma është rreziku. Sot siç i ke parë dhe ti si njohësi mirë i realitetit amerikan, mediat kryesore thoshin problemet mbeten dhe frika anthi mbetet do të vazhdojë se asgjë nuk është zgjidhur. Jo, asgjë s'është zgjidhur. Të dyja palët kanë thirrur fitore, të dyja palët dhe SBA dhe unë nuk mendoj që është 2 palçe, kjo është më e gjerë. Po sigurisht. Ktu është kemi diskutuar, domethënë kemi diskutuar dhe aty po vihet në përfundim nga të gjithë dhe kemi diskutuar. Domethënë edhe ne dëgjojmë, shikojmë se sot bota është shumë e vogël, por bota nuk po pranon akoma që ka një krizë sistemi, një krizë vlerash. Domethënë politika sot ka degraduar pothuaj në të gjithë. Sigurisht. Perëndimin. Sigurisht. Pa. Pra, gjithë... problemi nuk është zgjidhësh aty, plaga është. Problemi nuk është zgjidh, nuk është zgjidh ngushtica e Hormuzit si do bëhet, sepse këto 2 javë, do kalojnë anijet, po mbas 2 javësh. Nuk është zgjidh kompensimi i reparacionet që kërkon Irani. Nuk është zgjidh pasurimi uraniumit, një nga arsyet kryesore të cilët ata amerikanët dhe izraelitët filluan bombardimet. Nuk për armët bërthamore të Iranit, nuk është zgjidhur regjimi teokratik i Iranit, ai bile është forcuar. Që ishte një nga rreziku për të pasur një vazhdimsi të atyre që ju thatë në fillim të rrezikut në lindjen e mesme, të sulmit në lindjen e mesme dhe pasigurisë së Izraelit dhe vendeve të gjirit. Pra asgjë nuk është zgjidhur. Situata është përkeqësuar, por ky armëpushim ka premisat, siç thotë ju, me Pakistanin negociator, me Kinën, ndoshta me Rusinë, Turqinë, dhe këtu është për të hapur një klap që Evropa është jashtë fare dhe ky është një problem shumë i madh për ne pastaj për të ardhur lokalisht. Mendoj se Evropa është jashtë lindjes dhe jashtë Amerikës, është po thuaj. Të dyja, po, sakt. Dhe jep një farë shpresë, një farë çlirimi për të mos bërë çmenduri të tilla si para 70-80 vjetëve. Në luftën e dytë botërore dhe të gjitha, sepse ishim shumë pranë. Ajo që mediat amerikane dhe perëndimore vrenin sot ishte se mbas atij kërcënimit të tmerrshëm të Donald Trump, ai pati një lloj efekti, sepse duhet thënë që Irani nuk e pranonte këtë marrëveshje para 2 javësh, pra që të hapte ngushticën e famshme, por nga ana tjetër Amerika thoshte nuk do jetë më e para dhe nuk do shikohet më në botë. Ajo që ju thatë si sistemi, si referenca e vlerat demokratike dhe superfuqia e mirë, e të mirës. Nuk do shikohet më mbas kësaj, sepse pra për ta divulguar është jo, edhe tash ka... Po. Gjithmonë ka më keq. Gjithmonë ka më keq dhe problemi është që, domethënë, një president amerikan që thotë do të kthejë në epokën e gurit, do të shuaj një civilizim të tërë. Jo, kjo nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur në histori. E kanë hudhur bombën atomike, por nuk ka ndodhur. Që ta thonë do të zhdukem një civilizim. Është e parazvlefshme, është e krahasueshme me gjuhën e diktatorëve më të egër që ka pasur historia njerëzore. Po Hitleri e ka zaptuar gjithë botën dhe nuk ka thonë do të zhduk një civilizim. Kështu që ky është problem dhe kjo është që të mos shihet më Amerika, të mos shihet nga gjitha vendet e botës si referencë e vlerave demokracisë, të rive dhe të mirës është kjo problem dhe kjo do ndrojë gjithë sjelljen dhe e ka ndruar. Edhe ka ndruar sjelljen dhe megjithatë unë prap besoj në vlerat e asaj hardcore që i themi në të Amerikës, që Amerika ditë rivitalizohet prap. Ky është debati i hapur atje dhe gjerësisht që të gjithë dinë më tashmë që demokratët do fitojnë.
Pa. Edhe këtë desha të pyet. Mbrëm pull e Trumpit ka rënë në 33%. Do në nivelin më të ulët. Protestat po rriten në masë në gjithë Amerikën. Në nëndorë ne kemi zgjedhjet midterm, kështu që një fitore e Senatit dhe Kongresit e përmbys gjithë, por ajo çka ngren pyetje shumë analist. Trumpizmi. Jo, si po mundet, domethënë, se mirë një njeri edhe mund të luajë mendsh. Por janë institucionet, janë ato generalet që e majnë. Megjithatë ky hoqi shef të shtabit, ky hoqi shef në antiterror, ky hoqi prokuror, ky hoqi gjithë, domethënë. Dhe këto njerëz që i binden këtij veprish, domethënë ky ka arrit në një pikë ta mos edhe që nuk po ka më njerëz rreth tij që ti thonë ej nalu. Problemi pas këtu futemi pastaj edhe në politik, po edhe në profilin e tij psikologjik. Dhe shumë zëra e shpjegojnë këtë rënje të Amerikës me dëshirën e tij të madhe dhe së fundit të vetme për të mbetur në histori. Nuk është rastishme. Pavarësisht si mbetet se në histori ka më 10 leri. Nuk është rastishme. Shiko, ai e ka besuar që lufta në Iran nuk do zgjaste kaq shumë. Dhe me një 4 javor, cilin ai tha, po ja dhe 6, me goditjen e liderëve, leadershipit të Iranit, ai mendonte që dynte në histori si ndryshimi, ai që çliroi Iranin, që çoi demokracinë atje, pak a shumë të bënte një gjë si me Venezuelën. Sigurisht nuk është Irani Venezuela. Shumë larg. Pra doja të thoja shkurt që e ka me historinë. Ai përpjekjen e tij tani e ka me historinë. Ju e dini shumë mirë çështjen e firmës të dollarit që ka kërkuar dhe foton, kishte kërkuar dhe foton, apo dhe me Nobelin. E kupton këto debatet për Nobelin. Edhe Nobelin ja përkrahej dhe Tritansheu. Ky është lajm i madh. A kuptoni ku jemi? Tash ato hiqen me urdhër ekzekutiv, se me urdhër ekzekutiv vjen, me urdhër ekzekutiv hiqen edhe firma dhe fotografia. Se ka tjetër vlera. Po problemi është që por në një rend të ri, më të keq jemi. Në një rend të ri më të keq. Dhe e kemi diskutuar, nuk e di bashkë apo, po gjithmonë ndryshimi i një rendi botëror ka pasoja katastrofike. Kemi luftën e parë që përmendëm dhe luftën e dytë. Do të kenë ndryshuar rendet botërore. A do të shkoj bota një katastrofë tillë në këtë rend të ri të tretin botëror, mendon? Apo do të jetë? Unë nuk besoj, sepse janë shumë të varura të gjitha nga ekonomia. Ajo që mendohet që do ndodh janë vetëm luftë tregjes dhe influencës. Për luftë tregjes, edhe po ta shikosh edhe 3 javët e fundit, Trump, si ju e përmendët shumë sakt, domethënë kontraditat dhe oksimoronet që kishte ai brenda një dite ose brenda një fjalimi, ku pohonte dhe kundërshtonte të njëjtën gjë dhe vetveten, po ta shikosh gjithmonë para se të mbylleshin bursat dhe tregjet financiare, Trump atë që kishte thënë mëngjes për shkallëzim të konflikteve të Iranit në rastin konkret, e ç'bënte, domethënë duke dhënë pak shpresë, duke thënë jo do të riqem, jo do bëjmë, jo do shkojmë bisedime, që tregjet rikuperonin. Dhe këtu ka jo teori konspirative, por shumë të dhëna që ka fituar edhe ekonomikisht shumë nga këto lëvizje të tregjeve në bazë të deklaratave qëndrimeve të tij. Ai vet dhe klani i tij, Kështu që dua të them që vjen te ekonomia, do të kemi aleanca të reja, do të kemi prishjen e fatkeqësisht së pari të lëkundjen shumë të madhe të NATO-s, në kuptimin që Amerika nuk do të jetë më në NATO në kuptimin që ka qenë, ose nuk do të jetë fare, dhe ky është një lajm shumë i keq për Europën dhe për ne. Dhe aleanca për Europa merr vetëm, për shembull Polonia po forcohet ushtarakisht, bile se është më e fortë se duan kohë, dhe Polonia sa do të forcohet ushtarakisht, fatkeqësisht përballë Rusisë është gjithmonë një mundet Rusia mos e hap. Nuk mundet, janë të tjera.
Nëse po ekuilibrat e rinj do jenë lufta për tregjet dhe nuk do të kemi më atë që është thënë shpesh një dy superfuqi, po do të kemi multilateral fuqiet, do të jenë disa fuqi globale. Po do të jetë Kina, biles Kina tash po pretendon që të fuzë dhe jenin si lek dhe do të kenë për bazë, do të nisen gjithmonë, do të kenë prioritare interesat e tyre ekonomike dhe pa duke bërë haptazi tashmë, duke rrëzuar vlerat e të drejtave të njeriut, do të kemi aneksime, të drejtën ndërkombëtare, ligjet e luftës. Këto kanë rarë gjitha. Këto kanë rarë. Këto janë lajmet. Ky është lajmi i keq për botën, që do të jetë një botë ku do jetë së pari ligji i xhunglës, pra të thënë. Fuqia do të mbizotroj. Fuqia ushtarake, ekonomike, financiare do të mbizotroj. Ato vlera që mori mas luftës dytë botërore. Patjetër. OKB, NATO janë shumë në rrezik dhe NATO është lajmi i keq për ne. Ore, tash ti në qoftë se zot harroje, kur thojnë në vjetrit, largohet NATO, se shumë shqiptarë thënë ka ndërtu bën zhvillin Kosovë. Mirë, po edhe luftën e dytë, anglezët erdhën në Shqipëri, edhe amerikanë dhe u ndanë pastaj në Jalë dhe u kthyn mbrapsht. Zot harroje, ndodh një gjë e tillë që unë s'du ta besoj. Çfarë ndodh me ne shqiptarë në situatë që në Kosovë kemi gati një vit e gjys pa qeveri, krizë mas krize, Shqipëri po e dim korrupsioni, mungesa institucioneve, një zhvillim kaotik. Në Maqedoni kemi problemet e tjera me shqiptarët. Ushtarakisht nuk jemi të përgatit. Uroj që mos ndodh asnjëherë, domethënë që NATO me apo pa Amerikën të riformatohet dhe të ketë siguruar mbrojtjen e Europës ushtarakisht. Gjë që është shumë në dyshim 2 vjetët e fundit. Këtu po rifet të gjitha mendimet dhe të gjitha idet, por kemi një shans sepse edhe Europa është në një mini situatë si çështja shqiptare që pa u bashkuar nuk bëhet dot fuqi ushtarake dhe fuqi ekonomike. Po në këtë situatë mund të ketë Bashkimi Evropian? Po unë mendoj se do të mbahet në këmbë. Sado kjo Hungaria është në një test të jashtëzakonshëm. Polonia po ashtu. Edhe nga Rumania, Bullgaria ka shenja luatje, por pjesa tjetër dhe Britania që ka filluar dhe Turqia, me thënë që nuk janë në BE, mund të çohet në një riorganizim të ri të Europës dhe të pasoj dhe të aleancës. Pra, siguria ushtarake, siguria e vetë Europës na ndihmon ne. Domethënë gjithmonë është perëndimi ai që do na. Megjithatë është gjendje e paqartë, nuk ka një hartë që do të shkojmë nga kjo pikë këtë pikë siç ka pas deri sot. Absolutisht. Gjendje kaotike është. Absolutisht jo, të gjitha janë në tavolinë. Të gjitha opsionet janë në tavolinë. Mbas asaj të mbrëmshmes, domethënë të gjitha janë në tavolinë. Janë në tavolinë dhe kur mendon që jemi në një situatë ku i forti vendos, nuk ka më. Ky është problemi. Peshku i madh dhe atë voglin dhe kështu është. Ky është një problem për vendet e vogla dhe është problem për vendet e mesme dhe të vogla, përfituar për ne. Për ne s'llogaritemi fare, se Kosova po ashtu. Kam thoni Pater Anton Arapi në luftën e dytë kur mori regjencën, thot një fjalim briljant, nuk e di, duhet ta gjesh, po ta gjej e kam. Dhe thot ndërmjet tjerëve thot kush guxon me thonë që Pater Antoni është korruptuar. Po, jam i korruptuar për hir të atë dhejot e njënën tjetër, ai faktisht edhe pse u bë me regjencën. Një fjalim nga 2 faqe shumë briljant që duhet studiuar në shkollat e diplomacisë, politikës këtu. Edhe në fund thot, ne thot jemi një situatë ku të mëdhejt po kapen shkelma e në të rumi thot mos të ham në i shkelm si situata sot, si të hupim fare si kom. Pa tjetër. Erjon, për të këthy se unë se kam qefo s'kemi, sillemi ka sillemi, aty do sillemi. Ç'po ndodh? Edi Rama ka zbrit në bazë, e la Europën. Spiro Pali bën sikur pasi u hoq nga ministre,
edhe veti kanë kriju këto modele, kështu që s'duhet ta ankojnë asnjë, modelet Spiropali e të tjerë. Erion Braçe, desha të thonë Erion Velia, Erion Braçe ka dalë për të marrë Bashkinë e Tiranës, dhe për mu kjo është një gjë pozitive që të krijohet gara mrena partisë si herë, sepse pra ne kemi ardhur në këtë humner vlere, sepse është me emrime. Në anën tjetër, nuk e dija, mund t'i thuhet më opozit që del me 30 vet aty. Edhe ky, si Trumpi deklaron sot nesër fitoret mas fitorie, edhe për rrudhët gjithmonë më keq. Ku po shkon zhvillimi politik, demokratik dhe forcimi i institucioneve në Shqipëri në këtë rrugë, kur nuk ke de facto, unë mendoj de facto s'ka sot opozit. Një opozit që nuk e llogarit, një opozit që nuk e kërcënon opozitën, kuptimin në kuptimin me e kërcënu me fishek zjarre, me gure, me tulla, nuk vjen pushtet dot, nuk është alternativë. Nuk është alternativë. Ky është fotografimi, Shkon do dhe ku po shkojmë? Po shkojmë më keq, një raport që ka kaluar jo shumë me theks më kohët e fundit, para 2-3 javësh, ishte që i një organizate të Bashkimit Evropian, ishte organizatet e tyre të afërta, thoshte që Shqipëria është autokraci elektorale. Dhe kaq mjafton që të shikojmë çfarë jemi. Pra, bëhen zgjedhje, por ja autokraci. Pra, pushteti absolut i njështit i Edi Ramës, por ka zgjedhje. Tani ajo që po ndodh është që siç ka në miniaturën e asaj që tham për rendin e ri botror, dhe këtu janë shkatruar dhe janë zhvlerësuar shumë parime që mbaheshin në këmbë deri dje. Në politik, në media, në shoqërinë civile, në biznes, dhe e gjitha kjo ka sjell një ngecje të pozicioneve të dy udhëheqësve të respektiv të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, një fuqizim të tyre maksimal dhe një humbje të meritokracisë, garës, të rinjve, karrierave të tyre. Nga kjo lloj politike janë bërë model si të vjetrit. Një sondazh, patjetër. Më keq akoma, patjetër. Kjo është shumë keq akoma. Një sondazh dje i Zaloshnjës nxirrte partitë e reja 2%. 2%. Pra, Shëndrishim ka lapaj nga Sali Berisha. Demagog. Kjo është shumë pesimiste, ndërsa për të ardhur konkretisht, për të ardhur konkretisht te brenda Partisë Socialiste apo edhe brenda opozitës, çështja është që opozita ka edhe në vendet të tjera, flasim në vendet që na ngjajnë ne, për shembull Serbi, Turqi, Ungari. Ato kanë institucione të forta shteti. Po edhe ata institucionet i kanë të kapura, të gjitha këto vende që ne jemi, domethënë që ngjajmë, që ne i themi regjime autokrate apo regjime autoritare, kanë probleme me kapjen e gjyqësorit. Jeti shumë mirë. Shumë bukur. Me kapjen e gjyqësorit, kanë probleme me kufizimin e medias, kanë probleme me oligarkinë financiare. Një oligarkinë financiare. Media ka problem, besueshmëria e medias ka rënë në Amerikë, është sigurisht. Po, edhe reflektohet këtu në mënyrë banale. Këto 2-3 shtylla janë gjithandej. Ai ka Shqipëria këto? Patjetër që ka. Bëjmë një publicitet se na duhet. Publicitet. Të Korçës, një diamant i rradh shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë, qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Ju me drejt thatë një autokraci elektorale. Mirë, po unë mendoj, se përmendet edhe pull që ka bo Zaloshja. Sot, me i bo zgjedhjet e pastra fare,
elektorati i majt, Fiton pse? socialist Fiton pse të them unë, se fiton pse? ka një elektorat më solid, më të fort, ka struktura, po sistemi pasaj që ka pushtetin e ka gjitha bashkinë, gjitha këto ndikojnë. Do me e bo kështu, pastër. Dhe tjetra është që opozita nuk njallë më besim. Kjo duket qartash. Jo se këto njallin besim, po këto e kanë atë elektoratin e vetë, ka strukturat funksionojnë. Po ja këtu, Ilir, në qoftë se pranojmë që këta nuk njallin besim, atëre si fitojnë. Këtu ka... Jo, si fitojnë, se nuk ka alternativë, janë lodhë njerëzit. Edhe thonë letë rrima kështu si qështë. Po pse, a ishin partitë e reja alternativë? Ishin partitë e reja. Po pse, shkun 2%? Po, jo, shkun 2% tani, po në 25 maj, në 2025, në zgjedhje ishin aty. Po. Dhe morën ato që morën, atë janë rezultate zhgënjyese për mua. Sepse ishin të paprovuara, ishin me imazh të mirë, ishin kundër të dyve. Tani edhe Shabanit, edhe Lapajt, edhe Agronit, edhe gjithëve. Përpasoj bie dhe tyre. Dhe prapa të morën shumë pak, 4 deputet. 4 deputet është. Jo është ligji, se është ligji, po ligji nuk ta ndryshojnë të më dhamë. Po pse hyjnë me aty? Po do hyni se s'ke që bëni, po ti. Jo. Kur ti hyn në një lojë me rregullat që ja vendos për atë lojë, ti s'ke drejt ankohesh më mbrapa. Patjetër, si punë edhe si punë e Partisë Demokratike. Po shiko. Pastaj ligjin vetë kanë aprovu këtë, Partia Demokratike. Po patjetër, se s'kishin rrugë tjetër. Këtu është të thash, më madhe se një ligj apo më madhe se një opozit. Këtu të thash, ka rënë, unë mendoj, sepse ne nuk kemi më të bëjmë me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Siç tha dhe OSB Odiri. Ne këtu kemi të bëjmë me... Jo të OSB Odiri pranon zgjedhjet. Dakor, po. Janë me defekte, kështu është thonë gjithmonë këtu, qim 92-shit. Janë me defekte, po janë pranueshme. Të them një gjë tjetër. Se është dhe teoria që sado dhe teza që thoni ju nuk absolutisht që ka të vërtet brenda, mbase nuk është e vërtetë e gjithë që njerëzit nuk frymëzohen nga kjo opozit, sepse minimumi, unë kam thënë, duhet të ndroj leadershipi, minimumi. Pra, jam nga ata që them që leadershipi, kryesia, po edhe Berisha duhet kryesia duhet të iki, se humbje të njëjtit njerëz besnik, pa besueshmëri dhe pa pëlqim publik, po edhe Berisha duhet të shikojë pozicionin e vet. Nuk mund të vazhdojë. Po si duhet pushteti Berishës, se e ka pushtetin. Aq i duhet Berishës. Jo, sepse Berisha sot... Jo, këtë unë e kam kundërshtuar që në fillim, dhe ta them se si duhet pushteti Berishës, të ri 330 ditë në izolim, 80 vjeç, të shkoj të lëndizet në SPAK çdo 2 javë. Po, me atë SPAK, po ti se njeri pa asnjë lloj statusi, ndoshta SPAK-u e kishte marrë ras mrena. Problemi ai që e shfrytëzon kryetari i opozitës nuk është i soi, dhe këtë po e shohim dhe në botë, nuk është i soi gjykosh njeri. Unë mendoj se marrëveshje dhe nuk më duhet pushteti që ti të rish, marrëveshje ka kuptim që njerë unë, njerë ti, po jo marrëveshje ti në pushtet dhe unë në SPAK. Nuk është marrëveshje që kanë bërë direkt marrëveshje, kanë marrje vesh në distancë, në heshtje. Kupton, sepse Berisha e ka... Pra atë financim të 2-3 oligarkëve që japin që të mbledhin njerëzit aty, të pagoj 50.000 lekë të autobusit, apo... Berisha e ka të qartë që nuk vje fishtet. Qoftë si i konsumum, qoftë si i akuzum, qoftë edhe si mosh. E ka të qartë. Është 82 vjeç, kur të bëhen zgjedhjet do të jetë 85. Ilir të bëjmë pyetje, po çështja e Mballuku, çështja e Akshit, Berisha i ka bërë? Jo. Atëre, ka më keq se kaq? Themi që Berisha, qeveria e Berishës kishte korrupsion. Patjetër që kishte. Krahasohet me këtë qeveri. Jam dakord. Si ka mundësi që një elektorat gri, atëherë si ka mundësi? Po vëlla, po këta kanë 50 milionë. Jo, ta them unë. Ka 2B4. Se të gjithë vëmë gisht. Atëherë do vetoja groshë. Ja, ta them unë. Jam dakord me këtë që thotë. Por se nuk dalin 1 milion njerëz në shesh? Se shqiptarë janë dorëzuar. Kjo po, këtë do të thosha. Ne prandaj thash, nuk e kemi me një ligj elektoral, nuk e kemi me një Shaban ose Lapaj apo Shek. Ne jemi dorëzuar, ne kemi pranuar të keq. Se jemi dorëzuar. Ne kemi pranuar të keq. Jemi dorëzuar sepse në të gjithë modelet janë të tilla. Jo. Ne jemi korruptuar në të gjithë metastazat. Ne jetojmë në media, ku jeti dhon. Në politikë, në biznes, në kudo. Dhe kështu që ne nuk e kemi atë kuran. Dje po dëgjoja një dokumentar të mikut tim,
që jam rrit me te, me gjithë se sot dalin e flasin njerëz që hajtë këshu bo Shqipëria, kur vdes flasin njerëz biles dhe flasin për idolartri, njerëz që kanë qenë me poezi, kanë bojë idolartri për Enver Hoxhën. Po, kjo është Shqipëria, se ne s'kemi kod morali herë në radhë parë. Dhe këtë kod moral nuk e kanë parë në ato që e quajnë veten nga mjesin darkë elita intelektuale. Nëse, dhe Dorë Keko thotë i gjotë bukur atë. Pse, se Dori ishte njëri idealist, Dori ishte njëri gjithmonë, ai Dori që krijonte humor, ai Dori ishte shumë i trishtuar brenda për kur shifte një shoqëri të varfër, një shoqëri lypsare. Dhe përfituroi që atëre që kishte hapësira për të thënë vërtetën, për të qenë i lirë. Po jo mos sot, dhe megjithatë njeriu që ka lirin mrena vetes se thot kur do fjalën. Sigurisht, po është paksuar. Bon minimum. Po se ti nuk mund ta prezësh lirin do me thënë të luftoj për lirin ata që me zin nxjerrin bukën e gojës ose ky është problem. Jam dakord. Edhe tash problemi është që Dori thot aty, unë thot ju binda ligjit parlamentit që deputetët nuk kanë drejt merren me biznes. Dhe unë thot, dhe akoma Dori Aspi ka një dhomë i kuzhinë, ka 9 dhe janë pa ashensor ato më duket. Dhe ashtu shkoi Dori nga kjo jetë. Pse? Se thon malësorët e fjalë njeriu nuk del dot jashtë lëkurës vet. Ashtu ishte gatu Dori, dhe thot, por kur pas thot ato që ishin rreth meje, shokët e mi filluan me vila, me biznese, me këtë, me atë. Se thot një prokuror i përgjekshëm, i përgjithshëm, minimumi duhet thot zotëri, ku e more këtë? A ka mundësi të shpjegosh burimet financiare? Pra sot se më përmendë Spakun, që unë nuk besoj fare mo ke Spaku, fare. Spaku është loj. Këtë the me bindje, nuk besoj ke Spaku, sepse Spaku e ka fare të thjesht. Një prokuror që ka vullnet. Ato 2 prokuror italian mytën mafjen e Italisë. Një prokuror që ka vullnet gjëja parë. Këtë silo lapsin, ku e ke gjithë dhënë? Po i bëjmë për... Qa po bëjmë për? Çfarë po bëjmë? Po mbroj sepse ti mendimi ti për Spaku. Çfarë po bëjmë që rresin për ajo tani do ta bëjmë jo për hir të debatit, po për hir të debatit. Po jo, tjetra është që drejtësia nuk është për 3%, 3% janë këto të politikës. Por është për 97% popullit dhe të fukarajve të shkretë dhe hallëxhive të shkretë që rrinë me letra në dorë në përgjigje dhe presin nga 3-4 vjet, 5 vjet. Është dështim reforma drejtësi në atë Faleminderit. Është dështim. Faleminderit, ka dështuar reforma drejtësi. Atë ka dështuar dhe Spaku pas në reformën drejtësi. Se duhet më funi funit pse dënove 3 politikan, kur 97% njerëzve nuk i kanë zgjidhur problemet e hallit të tyre. Ti disa kritikë kam qenë jam unë Spakun për vite me radhë. Përveç se në fillim 2016-18 që kam qenë pro si e vetmja mundësi. Por prap mbetet e vetmja mundësi. Mirë, keq, shëmtuar, ngadalë, kapur selektive. Po çfarë rezultati kemi zotëri? Për të krijuar një model ndryshe ose të provojmë të krijojmë një model, nëse dhe Spaku nuk bën diçka, se suksesi sa vjet u bë Spaku? Po në 2016 është krijuar, po 19-ën 7-8 vjet po themi. Po të fuqin, themi, kompetencat, organikën. Në këto 7-8 vjet çka ka bë? Ka marrë njerëz që i ka mbyllur në burg, për të bërë show, i ka mbyllur në burg, pa bë dosjet hetimore, e diti që kanë ardhur sot, nga Këshilli i Bashkimit të Evropës kanë ardhur gjykatës dhe i kanë thonë çfarë bëhet këtu. Nuk ka rast në Europë, atë që tha Rama, nuk ka rast në Europë që ka më shumë është të paraburgosës të dënuar. Diskutohet që ai ishte një eksperiment ndërkombëtar. I kanë thonë, po eksperiment ndërkombëtar. I kanë thonë që e keni konsumuar arrestin e shtëpisë, e keni konsumuar atë mos dalin pasaport. Se arresti direkt ty nuk bën fajtor dhe nesër ato të lirohen me procedura edhe do të paguash edhe nga para të shtetit. Do të them një gjë, se ti e pranon kritikën. Këto gjëra jo vetëm ju, po edhe të gjithë të tjerë, duhet i thoshim edhe t'i ngrinim shumë që të arrestimi që nga burgosi e Berishës dhe që të arrestimi Metës. Patjetër. Tani jo se është vonë, më mirë vonë entuziazmuar siç e kemi ne shqiptarë, tradhtarët në litar. E dyta, ajo që më intereson mua, as burgu Metës, as burgu i
Paret, i marrin dot, kja kthejnë buxhetin shtetit, jo. Nuk ka para, nuk ka para. Unë do ta them shumë se ka i, dosjet nuk janë të kopësitura. Po këtë po të themër. Berisha, po shkon nuk janë. Erion Velia, në fund do dalin. Ata do kapen të fustanet, të brëndshmet, të hetimi pasuror që thatë ju, sepse të gjithë kanë mangësitë e tyre në kuptimin e financiar që ka qenë dhe kontabiliteti që ka qenë Shqipëria një amulli, por eksperiment ndërkombëtar është më. Ata e kishin zgjatim të politikës tyre të jashtme, se duam i lirin, se na pengoj reformën drejtësi, i liri ka këtë vila, ka këto gjëra, ka këtë, këti unë ka 20 vjetë pushtet, ka 30 vjetë Shqipëri. Në mënyrë trash, portokalli nuk rritet të rëpoj dhe gështenja nuk bëhet në Saran. Kështu që çdo shtet e ndërton si mas kulturës vetë sigurisht merr, siç e morja me zogë, mori kodin francez edhe zvicerian, edhe kombinoja për shtatë e Shqipënisë. Po nuk mund ta bësh ti kallup si të vje, sepse ti ke pastaj edhe Amerika. Më e keqja ama ka qenë politizimi i SPAK. Po, edhe më e keqja, edhe Amerika, edhe këto vende që na vinë, edhe perëndimi, këta vetë kanë kaluar për një proces shumë gjatë që kanë drejtë shtete, nuk bëhen këto me aksione. Se edhe kjo padrejti që dënosh 3, e të lesh 97. Kjo pra është politizimi që të thash. Kjo është politizimi dhe ne do ta shohim tani përveç hetimit të Ballukut që ka qenë një hetim në pjesën sistemike të korrupsionit, gjithë hetimet e tjera për mua kanë qenë politike. Politike. Që nga Berisha, Meta, Veliaj dhe me radhë, ndaq edhe Arben Ahmetaj. Te rasti Balluku deri tani të shohim, nuk ka mbaruar, te rasti Balluku kemi një hetim hetim të korupcionit sistemik, themi. Atë që ishte nga aja të zhëja, pra fabula, nga tenderi, ndërhyrja, dhënia, ndryshimi, çka ka ndodhur aty, shkeljet që nga barazisë në tendera. Por të shohim, sepse përballja me kryeministrin, mbrojtjen që i ka bërë kryeministri, e vë dhe deri tani SPAK-u ka kaluar një muaj ca dhe SPAK-u nuk ka bërë asgjë. Kjo mund të jetë një pikë rënje nuk e uroj, një pikë rënje e prokurisë posaçme e SPAK-ut. Dhe vëmendja amerikane e mungua këto kohë për shkak të situatës, si tham, e lë atë në të vetëm ku ishim Gjekundi, ku shkuam Gjekundi. Tash çfarë mendon se do të bëj Berisha me datën kur e kalon me 18? Se herë do ta rrezoj me 7 mars ditën që ka rrezu komunizmin, etrit, baballarët, ustallarët. Nuk dalin shqiptarët në protestë. Protestën e naftës, të gjithë e kemi ndjerë te pompa e karburantit, 1750 ka qenë mesatarja brenda unatës, ka shkruar 2220 që janë 500 ca lekë të vjetë tëra. Më shumë se në çdo vend tjetër, dhe 10 veta me numër kishin dalë protestë. Për naftën. Për lekët e xhepit. Pra, për domaten që është 3.800 lekë, ti vjen nga Amerika, po e kape domaten atje $4.2. Jo, po të garantoj unë. Disa çmime janë më shtrenjtë se në Amerikë, më thot. Jo se në Amerikë, se në Amerikën urbane, se rurale pastaj. Urbane, thot bashkëshortja që njeh çmimet. Thot disa çmime janë më shtrenjtë se në Amerikë. O zotri, para 2 javësh, tani nuk e di, mund të ketë vajt 4.400, që janë me kursin e sotëm janë $5. Kishte 3.800 lekë të vjetra, 380 lekë, domate importi, ajo e prodhimit vendas, 3.500 lekë, $4 domatja. Ka mundësi këpu, speci dhe patrigjani janë 4.000-4.500. Nuk kam do të buk. Nuk kam do të ushqemi do. Pse dalin shqiptarët? Lere për Saliu, nuk dalin se Saliu ka bërë këtë të keqe. Për politikën e Trumpit edhe për çmimin e rritjes naftës kanë qenë pardje 8 milion njerëz. Dhe atë ka frika i prandaj nuk e sulmoj. Tash ti. Pse shqiptarët nuk rregullojnë? Si duket kanë lek, nuk janë dorëzuar, jo, ka lek. Po se kemi parati formale të korrupsionit. Kaq. Gjithmonë jemi prit.